Hypëm kërru, nisëm, veç dollëm t'i dyrve, me të në kratë në emra. Ka pas një vdekje të papritshme? Po bre, ka pas solmin, po të tretë me edhe vlau. Ke qenë ofër ti në ato momente? Po kam qenë, më fatkeqësisht jemi nisë me shku në pushim. Se vlau, 4 vjetë para ti vlau i vdeq ashtot. Ka dalë pikumbit edhe ka meq aty. Ta kishin pas zemrën me anomali. Me thonë zemrën e apun që e thojmë sot. A i ka vdek që shtu, hypëm kërru, nisëm, veç dollëm t'i dyrve, me të në kratë në emra. Ishte një shok shumë i madh edhe fëmijët ishin ketë pregaditur me shku në Ulqin, po ishte problemi cili po shkon për para mi prit tjertë. Ajo i shkonën për kobë. Një rrugë që nuk përfundoj Po mirë. mos me shku e metëm, ta në ma u desht mi thirë fëmijët me një herë, me ardhe. Ma gjoja ma e ranë nuk konë fëmijët që u desht mi lajmëru vetë, mi thonë, hajde Me ju jap lajmin, a? Po se s'ki shko ishte 27 qershori, u deshte nesrit me kry ma shpejt, sa ta lypshin ma shpejt, me drejk, me përcjell. Erdhen fëmijët se kanë pas një gjysore, 20 minuta qaq, se